Pyetja është, a janë meshkuj shqiptar çyryk? Po, patjetër. Ka dhe të mirë, ka dhe të këqij, si gjithë bota. Na ka klasifikuar kryeministri si gjithë një thes, ose ata që votojnë kundër. Kryeministri mund të jetë bazuar në interesat e tija në kohën që ka folur ashtu, dhe nuk duhet, sepse është mashkull vetë dhe nuk duhet të thotë për të gjithë meshkujt e tjerë se si janë. Ai për veten e vet ka thënë dhe këtë tjetër, i thotë kërkoni në Google dhe do shihni mua nudo. Nuk e di tash sa të vërteta janë gjitha këto, nuk më pëlqen politika, po nëse është e vërtet nuk ka bërë mirë që e ka thënë. Problemi është që të gjithë jemi njerëz dhe nëse nuk e respektojmë njëri tjetrin, gjithmonë do të përballemi me karaktere të ndryshme dhe do dalin gjëra të tjera të cilat ato nuk do të jenë shumë të pëlqyeshme. Prandaj do jetë e mira që të gjithë njerëzit të mos flasin keq negativisht as për femrat as për meshkujt, sepse të gjithë jemi njerëz dhe kemi të drejtën e Zotit të jetojmë dhe të jemi ata që jemi. Karakterin tonë s'mund ta ndryshojmë për asnjëri dhe nuk është e nevojshme ta ndryshojmë, sepse jeta na takon vetëm neve. Ju ku jetoni? Unë jetoj në Amerikë, po kam ardhur në Shqipëri. Habite tani. Jo, pse kështu kam qenë dhe kur isha këtu, njeriu nuk ndryshon. Mund të mësoj pak, po nuk ndryshon. Karakteri është i lindur, nuk ndryshon. Natyrisht, duke shkuar në vende të tjera, kam parë dhe disa vende të tjera, më kanë ndikuar pozitivisht natyrisht edhe puna që bëj, por problemi është që karakteri im, dhe këto fjalë do me thënë, shtyhen nga brëndësia e karakterit tim që mua më pëlqen dashuria edhe uniteti, dua që gjithë njerëzit të jenë të bashkuar. Tirana është bërë shumë e bukur po nëse do ta krahasojmë këtu e 35 vjet që kam ikur unë. Por janë dhe disa gjëra që nuk më pëlqejnë, mua personalisht, që shikoj edhe të tjerë që nuk i pëlqejnë nga njerëzit që ne që vim nga jashtë e duam Shqipërinë. Vim dhe japim lekun ton këtu, vim se kemi mall. Edhe shikojmë që disa institucione nuk na respektojnë, por na shikojnë si bank, që duhet të japim që të bëjmë një punë. Kjo je Albania për mendimin tim, ishte një diçka e mirë, por ato ollësirat që ka nuk janë dhe aq të mira, domethënë. Njëri aty pas telefonit. Jo vetëm ajo, po është shumë e vështirë për një njeri që të nxjerrë një certifikat lindje ose një certifikat vdekje, duhet të shkojë të shikojë 3 veta, të presi disa ditë, të ketë mundësi, domethënë me këto internetet e Vodafonit që janë kot fare, të paguaj çdo njeri nga 10.000, 10.000 këtu, 10.000 atje, 15.000 këtu, 15.000 atje që të marrësh. Që të marrësh një certifikat. Ndërkohë që ajo certifikata dhe çdo gjë që ka të bëjë me popullin duhet të jenë falas. Kë paguan? Si e paguan? Po paguan këto njerëzit e mesëm. Po me anë telefonit. Jo, nuk është me anë të telefonit, duhet të shkosh në telefonin e tim për shembull ose të shumë njerëzve që vinë nga jashtë, me këto kartat e Vodafonit që kemi neve nuk na lë që të kemi shumë internet dhe nuk na jep, domethënë website-et që neve duam. Dhe ajo që duhet të bëjmë është që të shkojmë të gjejmë këto njerëzit që janë për kancelarira, ti paguash ata, të shkojnë të bëjnë aplikimin, pastaj duhet shkosh ke bashkia, duhet të presësh radhën atje, të dëgjosh policin që thotë mbaj radhën, na thua se po i flet kafshëve dhe jo njerëzve. Pra ju po thoni që edhe pse është investuar miliona janë shumë gjëra të prapavetura. Aplikacionin e-Albania ka pra probleme dhe ti duhet paguash. Nëse do shkohet të paguaj tek. Mua më ka qelluar për disa gjëra të vogla të paguaj të paktën deri tani 50.000 lekë. Për çfarë arsye? Po flasim për një shtetase amerikane e cila vjen jeton për X ditë në Shqipëri dhe nuk e gjen zgjidhjen tek aplikacioni e-Albania. Jo, nuk e gjen menjëherë. Nuk e gjen ashtu si duhet. E-Albania i ka dhënë të drejtën vetëm avokatëve ose atyre që punojnë në kancelarira ose disa njerëzve të partikular që thonë, disa njerëzve të veçantë që të bëjnë gjëra të tilla, sepse nuk është edhe aq e thjeshtë për një njeri popull si puna ime të shkojë në Albania dhe të gjejë ato që duhet. Dhe pastaj ne që vim nga jashtë, nuk e kemi shumë të lehtë sepse neve s'marrim kompjutera me vete, që të kemi mundësi të printojmë, të bëjmë. Kudo që shkon do të paguash këtë dhe i vjen puna që për një certifikat që duhet shteti t'ja japi banorit shqiptar, t'ja japi falas dhe t'ja japi në moment, duhet të kaloj edhe 3-4 ditë për shembull që të marrësh një certifikat. Kjo është një gjë që shumë e prapambetur për mua, edhe Shqipëria nëse do të futet në Evropë,
nuk ka mundësi të futet me hollësira të tilla që janë banale për mendimin tim. Janë gjëra që aq elementare që mund t'i bëjë çdo njeri. Pse mendon se ndodh ky ngërç? Nuk e kuptoj, nuk di dhe nuk dua të them diçka kur nuk jam e sigurt se për çfarë, por edhe një gjë tjetër që shikoj është edukata e punonjësit në Shqipëri. Vete për shembull atje dhe menjëherë të shikojnë se çfarë flori ke veshur ose nga je pyetja parë ose që të shikojnë se sa do të bëjnë charge, si thon, sa lek do të bëjnë, që i ke borxh. Edhe kjo është një gjë shumë e keqe sepse Keni vërejtur ju këtë gjë? Po, kjo është nga eksperiencat e mia. Përgjithsisht në institucione shtetërore, në private, lokale, dyqane. Pothuajse në të gjitha. Edhe në një lokal të shkosh të marrësh një kafe, kamarieri nuk e ka edukatën që të vi thotë mirëmëngjes, si jeni, çfarë mund të shërbej, ose kur të sjell atë faturën ta hedh aty, dhe ajo gjë që nuk është shumë ofenduese për një klient është që të shkosh në një tavolinë, të marrësh kafe ose ta hash dhe ndërkohë përpara se të ka të ardhur ushqimi, të ka ardhur fatura. Po dale ore. Nuk i ke besim klientit ti. Mua më ofendon. Unë kam ardhur për të ngrënë ose për të pirë kafe, nuk më pëlqen që të shikoj faturën përpara të ma vësh mua aty. Dhe kjo gjë nuk ndodh vetëm në Shqipëri, fatkeqësisht ndodh edhe në Greqi. Edhe mua më ka bërë përshtypje. Për shembull, në Amerikë do thuash ti janë të gjitha gjërat më të përparuara, por ajo që është më e përparuar në Amerikë që duhet gjithë njerëzit ta kuptojnë, është edukata që të jep sistemi i tillë atje që duhet ta respektosh tjetrin. E do se do, i pëlqen fytyra jote as i pëlqen, do ta respektosh, sidomos në publik. Kurse këtu njerëzit nuk të respektojnë. Pra, të flasin sikur i flasin. Kjo ishte një panoram e një shtetase shqiptare që jeton në Amerikë se si e shef Shqipërinë, apo jo? Po, në këto momente që kam ardhur, natyrisht thash disa gjëra të këqija, por nuk dua që të harroj të them gjërat e mira. Që shikoj lokale shumë luksoze, shikoj edhe pallate shumë luksoze, por atë që i kam thënë edhe në Facebook, në live që ka bërë presidenti, pyetja ime ka qenë, kur jeni duke ndërtuar këto pallate 40 katëshe, po ta shikosh kohët e fundit Shqipëria ka marrë një zhvillim, siç e thatë edhe ju që nuk do themi vetëm gjërat negative, por do themi edhe gjëra pozitive. Dhe një ndër ato të cilat ju cekni janë ose është ai krahasimi midis kohës diktaturës të Enverit që ka pasur kushte të tjera, kanë qenë kushte primitive që tek mënyra se si shtroheshin kanalizimet ose mënyra si ndërtoheshin pallatet, sot teknologjia është në një nivel tjetër. Jo vetëm në një nivel shumë të lartë. Po, në një nivel shumë të lartë. Nuk krahasohet. Ju si e shikoni këtë ndryshim? Shiko, unë jam një njeri që dua të shikoj dhe pozitive dhe negative, dhe vërteta gjithmonë nuk i pëlqen shumë njerëzve. E vërteta është që po, ka bërë përparime për sa i përket ndërtimit Shqipëria dhe më shumë Tirana natyrisht, por nga ana tjetër, po të krahasosh një pallat të kohës e Enverit që është me 5 kate, është ndërtuar dhe një 6 katësh, dhe tani nuk ka ujë, unë jam e çuditur, si ka mundësi që kur po ndërtoni këto gradacela me 20, me 30, me 40 kate, si do shkoj uji aty sipër? Pra ju po thoni që në kohën e Enverit ka pasur 24 orë ujë? 24 orë ujë. Unë kam ikur përpara se ta hapej Shqipëria, se nga që kam qenë përkthyese, nga gjuhët e uja që punoja me Alp Turizmin, kam ikur për vizitë atëherë, por nga që u hap Shqipëria unë ndënja, edhe prandaj e di domethënë këtë diferencën kur erdha mbas 15 vjetëve, 20 vjetëve, kur erdha mbrapsh para 3 vjetësh, 25 vjetëve, e gjeta Shqipërinë që nuk gjeja dot shtëpinë time. Mirë është që të kesh gjithë. Po, ka ndryshuar lagja, janë mbyllur domethënë bëhen parkime përpara penxheres time, që nuk mund ta hap penxheren. Dhe ajo që është më kryesorja është që nuk ka ujë Tirana. Të qofse do që të përhecësh, ta kesh popullin tënd të jeti në mirëqenie, e do popullin tënd që të jeti bukur, të jeti pastër, të jeti edukuar, edukata fillestare fillon tek uji. Ke higjiena. Në qoftë se unë nuk kam higjen dhe unë do lahem një grua 65 vjeç të lahem unë me ujë të ftohtë, është turpi i botës. Edhe kur ja thua, qeshin njerëzit. Mëse nuk gjet gjë.
Nuk është puna se do më gjej gjë. Po në qoftë se unë dua të jetoj si përpara Enverit, atëherë le ta kthej me kokën atëherë. Po në qoftë se kemi një qeveri tashti që e luan veten moderne dhe bën gradaçela, atëherë duhet që të di se çfarë i bën popullit. Sepse për mua është partikular ai president, sepse do që t'i japi jetë të mirë vetëm disave që kanë para, të shkojnë të jetojnë mirë. Kurse populli tjetër çfarë është? A paguajmë neve taksa? Paguajmë. E po ja që bidonat ishin me vrima, prandaj nuk erdhen. Tashi, është edhe një gjë tjetër për punën e makinave. Se trafiku nuk respektohet. Më përmende pak më parë, the që tek penxheria ime parkojnë makinën. Ke pas një rast janë zënë për parkimin aty? Çdo ditë, ore minut. Pasaj mbrapa pallatit tim janë dhe njerëz grupe që kam dëgjuar, unë si kam parë, unë vetëm kam ndjerë erën që po ta kesh penxherën hapur, të gjithë janë duke pirë marijuana. Po, çfarë bën policia? Dhe rajonin e policisë e kemi mua aty afër. Pi bashkë me ata. A nuk e di atë, unë nuk e kam parë, nuk mund të them. Tashi tjetra është një problem shumë i madh që të gjithë njerëzit kanë marrë makina. Bravo i qoftë. Për mua, unë them që Tirana ka më shumë makina se sa ka njerëz. Tashi që të shkoj njëri për kafe që këtu e deri atje do marri makinën që të tregoj Mercedesin. Dhe pyetja është, ku e gjeti Mercedesin ky shqiptar që ri gjithë ditën në kafene me një kafe macchiato që bën 100 lekë? Ku e gjeti lekët të marri Mercedes? Unë jam në Amerikë, punoj, kam pas bizneset e mia gjithmonë dhe unë Mercedes nuk kam. Më fal. Kjo është, le të themi, deri diku para gjykim, por është e drejtë konstatimi. Jo, nuk është para gjykim, është fakt. Po ndërtimet që janë bërë, për shembull, po të marrësh në një X zonë të caktuar, më përpara, në kohë që ju keni ikur, mund të kenë qenë 20, 30 ose 40 familje, shtëpia 2 kaçe, 3 kaçe dhe sot aty është bërë një pallat. Po. A mendon se duhet parë ndryshe kjo gjëja e ndërtimit, sepse në 20-30 familje mund të kenë qenë 20 makina ose 15 makina. Sot është bërë një pallat me 200 hyrje, janë bërë automatikisht 200 makina. Ndoshta ndikon dhe kjo tek pjesa e trafikut. Po ndikon, prandaj ata që ndërtojnë shtëpia dhe pallate duhet patjetër, është e domosdoshme për pollution, për ambientin, për shëndetin, që të ketë, domethënë, parkime nga poshtë. Si e ka zgjidhur Amerika këtë problem? Në Amerikë varet se në çfarë qyteti zjeni për parkimin aty? E para punës unë të shkoj në një mall ose të shkoj në një supermarket, çdo supermarket të jep parkingun e vet. Shkon e parkon makinën si zotëri, edhe as nuk paguan asgjë, futesh brenda, bën psonjat e tua dhe futesh në makinë dhe ikën në shtëpi. Kurse këtu duhet të ngarkohesh, nëse do të marrësh për një familje të madhe. Më vjen keq që shikoj gra këtu edhe burra që janë të moshuar dhe janë duke ecur nëpër rrugë me shishet e ujit ose ato që janë shumë të rënda. Është shumë e dhimbshme të shikosh një gjë të tillë. Pastaj dhe këta shoferat e rinj që dalin, më bën përshtypje që ke autobuzin përpara dhe nuk e respektojnë autobuzin. Edhe kalojnë kështu, futen skiç që thon, edhe nuk respektojnë shenjat e linjave, si i thon. Nuk ka linja këtu. Dhe pastaj papritur të del ai policia aty dhe të jep një gjob se thot po kalon te kalimtari dhe ti nuk e respektove. Po çfarë të respektoj unë kur kalimtari nuk e shikon dritën që duhet kalojë para punës? Edhe e dyta, kur ti ke 2 linja dhe këtu ke 5 makina që të futen njëri përpara tjetrit, është një kaos. Nuk është as kulturë, as edukat, as nuk është diçka e lehtë për popullin. Do thuash ti që çdo njeri nuk e ka gjithë përgjegjësinë qeveria, por e ka transportin publik qarkullon nëpër gjithë Tiranën. Po, edhe ajo duket transporti publik në Tiranë. Më pëlqen. Ajo doja ta thoja që autobuzat më pëlqejnë, linjat e autobuzave dhe nuk më bën përshtypje që nuk rije duke pritur gjysmore që të vijë autobuzi. Vin shpesh edhe vjen fatorinua, paguan dhe çdo gjë është në rregull. Më pëlqen jashtëmase. Për sa i përket taksive. Ka mbimbushje? Nuk e kam parë unë që të ketë mbimbushje, mbase edhe nuk mund të flas për të se unë qarkulloj më tepër me këmbë, se është edhe një çik kështu kënaqësi që të shikosh vendin. Dhe këtu ku jemi për shembull, që ditën e parë që erdha më bëri përshtypje. Pse duhet të jetë kjo rrëmuj këtu në qendër të Tiranës? Ç'janë tër këto pemë që nuk bëjnë sens? Rregulloji, bëj lulishte, të vi njeriu të ulet këtu. Shiko tash që ka ardhur ai Xhaxhai atje dhe është ulur nën hije. Po çfarë ka aty? Ka kabel. Çfarë janë ato cable që janë aty? Po shërbejnë për ujitje. Po nuk ka rëndësi, ato duhet të futen poshtë në dhe. Mund të futen poshtë në dhe dhe vetëm koka që bën spring ajo të jetë që
Ke yjet nuk i lën dot, por problemi është që nëse njeriu do ta bëj punën tamam, siç e bën gradaçelën kaq të madhe, mund të bëj atë gjë që ajo është elementare, kështu që nuk mund të besoj që nuk e din. Edhe pyetje të fundit, na thuaj një gjë të bukur, të mirë ose të keqe për shëndetësinë. Mirë apo keq? Qëllova që shkova ke një doktoresh. Edhe në momentin që po më fliste, para punës as nuk më vizitoi, vetëm po bënte muhabet. Pastaj, për një moment, vjen një, hap derën, një grua dhe një infermiere natyrisht, hap derën dhe i thot, doktoresh, po na vjen kontrolli, shpejt. Edhe një të ngritur ajo që të vishte bluzën e bardhë. Dhe jo vetëm që nuk më dha mua kujdes fare që isha paciente e asaj, po dole jashtë derës që të lajmëroj të tjerët dhe njëkohësisht mori telefonin të lajmëroj doktoreshat të tjera në dhomat e tjera që vishni bluza se po na vjen kontrolli. Tashi, përfundimet i nxjerr vet. Çfarë të them unë më tepër? Shëndetësia falas. Shiko, shëndetësinë është budallik ta mendosh ose të thuash që është falas, sepse ndërkohë që paguan taksa, nuk është falas. I ke aty brenda të gjitha. Populli i paguan të gjitha. Taksat e dim të gjithë. E pra, po aty ke edhe për shëndetësinë, edhe për arsimin, edhe për rrugët, edhe për gjitha. Për mua më mirë të ngrihen pak, si i thon taksat, që të bëhen rrugë të sakta, që të shikosh këta plej që hecin dhe mos jesh me frikë se do bien në një grop edhe do rrëzohen. Shiko, taksat ne i paguajmë dhe nuk është askush kundra. Po flasim për shëndetësinë, ti kur hyn sapo the për rastin që ishte një rast i tillë që ndodhi kjo gjë. E para pse duhet ndodh ashtu? Pse duhet të ndodh? E dyta, ke vënë re që a marrin lek doktorë shqiptar, ti si mendon? Atë nuk mund ta them se mua nuk më ka ndodhur. Jo. Nuk mund të them. Por atë që pash tjetër është kur vajta në laborator, ishin dy vajza, jashtëzakonisht të mira, shumë të ëmbla, i shumë e kënaqur nga servisi i tyre, por ajo që nuk më pëlqeu ishte ambienti. Ambient me perde. A jemi as në kohën e Enverit nuk kishim ne. Unë mbaj në mend ambulancën e Lagjes 5 që ishte mukja, nëse e mban mend një infermier që ishte një me nam, me një mustaqe, një burr shumë i mirë, edhe ai atë dhomën e laboratorit kur bënte gjilpëra dhe kështu e kishte të mrekullueshme. Kishte tavolinën e vet, kishte krevatin, kishte ato që ndahet, kurse këtu shkon atje dhe i ke me perde dhe ta kapin me karfic perden që mos kaloj tjetri që të më shikoj mua që unë po marr gjakun. Pyetja ime është, po të shkoj një grua ke ginekologu, ka perde dhe atje? Nuk e di. Mund të jetë perde me trash. Nuk e di. Kur ta shoh do të them.